Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për historinë e një çifti, rrugët e të cilëve janë ndarë pikërisht me divorcin, që ka mbaruar në vitin e kaluar në 2025, por që fatkeqësisht problemet e tyre vijojnë ende. Në qoftë se ish bashortja pretendon në pensionin ushqimor, të cilin nuk e ka marrë, por që një pjesë ish bashorti zoti Erzen, 34 vjeçari, pretendon se ka dhënë dorazi dhe jo nëpërmjet bankës. Të gjitha këto e kanë çuar në një përplasje tjetër në gjykatë çiftin, por ajo që është më e dhimbshme është që midis këtij çifti është një djalë 8 vjeçar, i cili artikulon përpara psikologëve fjalë të rënda në lidhje me babain. Ky i fundit thotë që nuk arrin ta takojë dot të birin. Të gjitha këto do t'i diskutojmë nëpërmjet rrëfimit të vetë 34 vjeçarit zotit Erzen, babait të një 8 vjeçari nga Belshi, vetëm pas pak në një lidhje të drejtë për drejtë. Por fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Do dëgjojmë rrëfimin e 34 vjeçarit dhe do marrim sigurisht mendimin e specialistëve tona. Ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të trajtohet historia e një çifti, rrugët e të cilëve u ndan me divorc, por jo edhe konfliktet. Ato vazhdojnë të rëndojnë jetën e tyre. Kur një martesë përfundon, shpesh mendohet se mbyllet edhe kapitulli i përplasjeve, por për shumë familje ndarja ligjore nuk sjell fundin e dhimbjes. Përkundrazi, ajo shndërrohet në fillimin e një betejë të re, ku në mes mbeten fëmijët, të cilët pa dëshirën e tyre bëhen pjesë e konfliktit të prindërve. Në këtë histori do të dëgjojmë rrëfimin e një burri i cili pretendon se pas divorcit, marrëdhënia me ish bashorten është përkeqësuar. Ai shprehet se nuk është dhënë mundësia të takojë fëmijën e tij, ndërsa pohon se detyrimi financiar për ushqimin e fëmijës e ka përmbushur vetëm për disa vite, por dorazi duke mos pasur dokumenta që ta provojë këtë. Nga ana tjetër, mosmarrveshjet mes ish bashortëve kanë sjellë akuza, kundërshtime dhe interpretime të ndryshme mbi të vërtetën, duke e bërë edhe më të vështirë komunikimin mes tyre. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se të lidhemi me 34 vjeçarin, me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jonë. Përshëndetje e dashur. Mirë se erdhe në krahun tënd dhe Ksena Qirici, psikologja jonë klinike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Lidhem drejt për së drejti me 34 vjeçarin, me zotin Erzen, të cilin e përshëndes në këto momente. Zoti Erzen, përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit. Faleminderit ju që i keni besuar transmetimit e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për historinë tuaj. Përpara se të dalim edhe tek procesi gjyqësor që ju keni seancën e radhës ditën e sotme, pasi të mbyllet ky transmetim, do doja të ndaloja fillimisht tek njoja juaj me bashkëshorte në 2015-ën. Ju jeni njohur së bashku në ambientet e punës. Më trego pak më tepër nga njoja juaj. Po. Në vitin 2015, sepse unë kam një brigadë, dhe më kam brigadë, jam fermer në parcial, e unë marrë ergat që më ndihmojnë. Një ndërto ishte edhe nëna ish bashkëshorte time, ish vjeta ime. Po? Kjo bashkë me gocën fillon flirtimet, fillon kështu, pastaj njohjen, u lidhëm, ne një kohë gjatë lidhëm. Pastaj fillon. Pra, keni qëndruar një kohë të gjatë e njohjes, ti si punëdhënës dhe ato si punëmarrës, apo jo? 5-6 muaj. A ishte në dieni zhvjera juaj në lidhje me marrëdhënien që vajza kishte me ju? Po. Sa vjeç ishte vajza në ato momente, se duhet këtë qenë 18 vjeç? Jo, e ka kaluar 18. I kishte kaluar 18 vjeç? Ajo ka ardhur në punë në datë ishte 2 për ishte 3 shtator që kemi filluar ne, njohën. Atëherë ka ardhur në punë. Pra, në një farë mënyrë, zoti Erzen, keni shfrytzuar pak edhe postin tuaj, si punëdhënës. Jo, nisha si punatyre i punëtor. Postin e kishe babi drejtues, nisha thjesht. Okej. Mjaftuan këto 4-5 muaj njohje me vajzën në fjalë, të cilën më pas u martua dhe bët nënën e fëmijës tuaj? Po, nuk vazhdu bëm direkt fëmijën edhe.
me vazhdu nga 4-5 vjetë, të njifshim akoma, po thjesht me dijenin e familjeve. Patjetër. Pra, nuk u nxituat e njohët njëri tjetrin. Pra, nuk u nxituat e njohët njëri tjetrin ashtu si ç'duhet. Po, normale. Pastaj, Zoti na solli fëmin, në 2018. Po. Dhe në 2021 gjërat ishin shumë mirë. Kur filluan problemet tuaja, do me thënë, 4-5 vite njohje, fejes, martes, ardhja në jetë e djalit, çdo gjë dukej normalisht, apo jo? Normale, shumë mirë. Po? Në vitin 2021, 2020, në përfundim 2020, po? Vitin 2021, të vendos të hymi punë që unë nuk doja. Të punonde, sepse unë kisha punë derë. Të donde të punonde tek një person që a i sa po shkataroj një familjen, nuk sa vonde opinioni. Në tonë, përjetova shumë keq. Pra, ajo nuk donte të punonte në biznesin tuaj, por donte të shkonte të punonte diku tjetër. Nuk ishte nevojë për punon, unë e poja kështu. Jo, unë jam punë. 300.000 muj, që po ma që do t'i javon, të duon të 300.000, hajtë se t'i javon, ti vetëm rriçunit. Tani, të lutem, zoti Erzen, të kuptojmë pak më qartë se edhe ne jemi gra, edhe ne kemi punën tonë të përditshme, ndoshta ajo kërkonte një tjetër lloj pune, por si grua arrit ta kuptoj sepse edhe unë punoj çdo ditë prej shumë vitesh. Por do doja të ndalonim pak këtu. Ti problemin e kishe pse ajo do shkonte të punonte, apo pse do punonte tek personi të cilët ti e përmende pak më përpara? Tek personi që unë përmenda, sepse aty në atë zonë ajo u bë problem për këtë pjesë, e dishin gjithë, dhe mund vinte zonë, kur dilja që hoshet, dyre e të punon dhe ka i, nuk e more vesh. Pra, ishte një person i cili nuk gëzonte një reputacion të mirë në komunitet. Po. A i bënte të njëjtën punë si ju, apo ishte një punë tjetër që bënte personin fjalë? Jo, personin fjalë ishte punë tjetër, ishte bëste për menin, sepse për këtë pjesë unë nuk kam, as nuk e kam akuzur në herë, ishtë bashkëshorë që nuk e traftu për këtë pjesë, jemi qartë. Thjesht nuk, nuk e vazhdu me punë, kjo fillo pasaj, nuk u sirë dhe mo, që shka qonë, mësole edhe mamane dhe që mande qunin aty, 3 mujtë, lele aty, unë nika, se patarë edhe kër ishim në shpi, unë ishim me babin, për këtë pjesë unë dava në babi, e thash që ta përzejnë, ai që homa kemi në 2 homa, i guzhin, i kanak mi që shëpojnë dhe fshatarë të. Nuk mund që tonë dhe hem vjera, hem babi im, më të mi shpi. Qartë. Pra, fillimisht ju bashkëtesën midis njëri tjetrit e filluat në prezencën e babait tënd, apo jo? Ti jetoje me babain, me bashorten, dhe më pas erdhi në jetë djali. Kishit probleme deri në ato momente? Jo, fare, me nda me marrëveshje. Në qofë se nuk do, nda ku më nda. Pra, ish bashortja që nuk donë të zoti Erzen jetonte me ish vjerin, me babajnë tënd? Jo, se kishe problem për ish vjerin, nuk je kishe fare problem. Kjo kishe problemin se e oma të sajt e nda me i adin nuk i binde, kjo kishe bardh. Kër i kemi bon, në fillim, i kemi folë, unë i kam folë që unë jam me prindrit. Pra, ti nuk ishe vetëm babajnë, kishe dhe nënën, apo jo? Po, të dy. Çdo gjë që këta përën i kemi ne. Po. Unë di bëjmë një smet, për rregull. Për pjesën e mamit kësaj, i patakon, që kjo shtëpia i ka. Okej, di qojmë ushim, hajde, rrjet i kështëpia vetë. Pra, ishë bashortja jote vinte nga një familje me prindër të divorcuar, apo jo? Me letra jo, por kështu nuk i vinte, kishe 7-8 vjetë, 10 vjetë i ati që zvinte, no. Kjo ishte vajze vetme, kishte motra, kishte vlezër, pra pse kishte kjo ngarkesën e nënës? Si? Kjo ka dhe 2 motra tjera, ato motra bojtën vjetoj me babajnë e saj në Itali, kurse kjo vjeli këtu. E qartë, pra në një farë mënyrë ti këshu e ke njohur me këto kushte, që ajo kishte përsipër dhe kujtestarin e nënës? Jo, me pranin e nënës e dhja që i ati, jo që ishte divorcu, i ati s'ka arë, po në përbet, të dhe jashtë në këniku. E qartë. Dhe në një farë mënyre nëna vinte shumë shpesh ke vajza dhe kjo është e kuptueshme sepse ishte vetmja vajzë që jetonte me nënën, edhe përpara se të njiheshit ju. Jo, më falin, se të ndërpres, këtu i patë edhe vajza tjera.
Por ato zgjodhën ikën tek babai. E qartë, e kuptuam. Mirë, megjithatë, le të ndalojmë pak këtu kur Vjera ju vinte dhe jetonte bashkë me ju me pretendimin për të kujdesur për djalin, apo jo? Po. Edhe pse ishit veç prindërve, çfarë ndodhi? Po. Këtu pastaj fillova konflikti me Vjerën, sepse normale, se çdo burrë është xheloz. Unë jo që ishe xheloz, se po të ishe xheloz nuk ka kishe lënë aty. Po kish, po e hapja telefonin. Edhe Vjera aty, më thot, ço do? Ku e hap telefon? Ku do me telefonin? Për nusën. Po. Kurse ha duket, më falni për shkremin. Ta ka të hapë telefon. Të lutem, Zoti Erzen, të lutem, Zoti Erzen, të kemi kujdes për fjalorin, jemi në një fash orari që ndiqemi nga gjithë grup moshat, çdo prind si puna juaj nuk do donte që fëmijët e tyre të dëgjonin këtë lloj fjalorin në transmetim. Të lutem. Po. Pra, ti fillove, ajo jetonte me juve? Vjera, ish Vjera? Po, mneti 3 muj. Aty, derisa do të roba ka shuhe, po për njëherë unë mua me mami, se me një gazonjere kishim, një kuzhinë edhe një ghamë. Po. Nuk jetoshin do të shumin e kishim. Kishim edhe ishtë Vjerën, ishte shumë e vështirë për tjetu. Pra, ju latë prindrit tuaj për tjetuar më vete në një gazonjerë dhe aty vjen Vjera juaj, ish Vjera juaj tashmo, që kujdese për djalin, por nuk largoj dhe në një dhomë flini të gjithë, apo jo? Ishte... Ajo në gazonjere, ne flishim vëllë tonë. Ju ishit në dhomën tuaj. E qartë, me gjitha të përplasjet me Vjerën besoj se kanë sjellë pak kënaqësi dhe tek ish bashortja, apo jo? Tek ish bashortja, në momentin sepse kjo kishe frikë se mos bande në ajo, dhe iku me këta. Unë i kam thonë, o me mua, me mami, një me, po hajde i ditë 2, jo të më rrish në 3 muj. E qartë. Ndërkohë që ajo kishte dëshirën për të punuar, ju ishit kundra punës së saj tek ai person? Po, bravo. Isha kundra të punon dhe aty. Kush e mori iniciativën për të shkuar pastaj drejt një divorci, se vendimin e keni marrë shumë vonë. Ju jeni divorcuar, por divorci ka mbaruar në 2025-ën. Ka mbaruar divorci në apel. Po? Në gjykatën e apelit, sepse gjykata e apelit nuk marrë vendimin që shumë në doja. Thume e kërkova që ka edukimin e të majnon. Po, para se dalim tek vendimet e gjykatës, si të apelit dhe çkallës parë, ndalojmë pak tek vendimi. Pra, ishte ish bashortja që u largua nga banesa, ishit ju që e morët vendimin për të divorcuar? Kjo bashkë me nonën e vetë. Pra, kur ti i vure kushtin që nëna jote nuk duhet jetoj me ne? O me mua ose me nonën. E le në zgjedhje o të jetonte me ty o të jetonte me nënën? Normale, kjo ka qenë. Duke qenë se paka shumë ne dimë dhe moshën e ish gruas tua, ju thoni që ajo është 30 vjeçë, do doja të dija sa vjeç është nëna e saj, që nuk mund të jetonte e vetme. Jo, në atë kohë ajo ka qenë 24 vjeçë. Jo, unë dua të di moshën e vjerrës tënde. 45 vjeçë. 45 është shumë e re. Po shumë e re. Mia mapi ishte bashkëtorja ime. Dhe këta janë matuar që i vdekin, del të ta dish më vërin. Aq ka qenë kur jemi në banë. Po shumë e re Vjera, si nuk jetonte vetëm, ajo ishte aktive për punë. Ju thoni që kështu e keni njohur në 2015-ën, duke punuar zonjën. Pat punuar dhe zonjën, dhe më thënë pat punuar deri vonë, deri në 2020, pat punuar të puna babit tim. Pra, gjithsesi, kur ju i vut kushtin o me mua, o me nënën tënde, ajo zgjodhi nënën, duke marrë djalin, apo jo? Po. Do doja të dija, pa din në gjykat, kush e bëri kërkesën, kush e depozitoi, ju apo ajo? Ajo e bëri kërkesën, por para se të bënte kërkesën, kjo vetëm në bën një denoncim që i kam ushtruar unë. Edhe unë, dhe më thonë, ushtrova unë. Më herët policia ishte dark, unë këta e kam pyet. Para dite e kam thonë ku ke lënë çunin, kaq. Kishte 3 ditë pa taku me fëmijë. Po. Kjo, me sa di unë nuk e ka bu vetë denoncimin. Ka bëjt ish Vjera, ka bëjt denoncim për ka bënu gosë. Po mirë, ka kam bënu, oke, mirë një provat, pas në polici të belqit, që unë e kam bënu, ka në i shenë, që e ke një ligjore në vla, në herë, u paraqita vetë. Pastaj ma këtën akuzën, na unë
fizike, humbje psikologjike. Qartë? Okej, bëjnë në gjykat. Gjyqtar ka qenë Roland, nuk e di emrin, e kapi spakun. Po. Domethënë ajo eliminimi i gjyqtarëve, edhe i kam kërkuar, se kjo zonja tha, unë e kam me provë. Aty ku i kam folur, ne ishim lokal. E kam thënë, ku ke lënë fëmijët? Kjo një ironi agresive, domethënë me sharje kështu me shenja. E qartë. I njëroj, edhe unë e kam kapur në dorë, ndjavash, po flas si ropë. Më kuj ko fëmija, shpion, po pse se bjeta takoj? Po? Aty, kaq ka qenë në vjeti, pas të kërë kemi bënë gjykat, që një paraqit në gjykat, për u në mbrojtje si këtë pretendon dhe ajo, i kam konë gjyqtarit, thash, ore, ka shenja, i kam bo, unë fizika, psikologjike, që shkoku psikologjike, okej, aty o në vjendi me kamë, hajde pa shumë, se kjo ka ik para meje. Po. Apo në vendngjarje o në lokal, kemi shumë filon vetë. Po. Unë hapim kamerë, të jam dakord, pa shumë të ati unë da kërkoj këtë video, i kam se ishim me audio, në gjithdojshim, gjykat, i kam thonë, do të kërkoj, do të patis për këta që po bënë. Unë jam dakord, a jam unë pjesë, kur ty të i kërkon pjesat viktima, thoi Zakuri e kur lavës, që kemi dëshmitar, okej, vini dëshmitar, ke dëshmitar, ke kam, hajde më silni, unë jam dakord, që asë unë e kam borë atë veprim, më dënosi mas ligjit. E çfarë ndodhi? E kam quar pastaj, ja ka i urën mbrojtjes për një vit, unë e kam quar në apel të Durrësit. Apeli ishte në Durrës. Në Durrës qëllojnë 3 zoja ndërrume. Ma thot, ti çfarë hum po? Që ne t'ja lejmë urën e mbrojtjes, se kam gale para, thash. Unë thjesht duhet kem takim me fëmijën, se kjo me këtë urën mbrojtje e bën që unë më vetë të afrohem ke fëmia im, se jeton të larg me. Edhe më ka vënë një vendim gjykate. Gjykatë në peli, për juvën që kjo ka i vitur vërmbrojtje, ti ke drejt a marrë çdo të shtunë të kthesh të dielën. Qartë. Mirë, Zoti Erzen, do ndalojmë pak këtu për të kuptuar që se ishe pak i paqartë në momentin që ti ke vajtur në një lokal ku ajo ka pretenduar që aty ka pasur dhunë verbale nga ana juaj, dhunë psikologjike. Në fillim, më fali sekondë, në fillim ka pretenduar dhunë fizike. Dakor, të rapo është dhuna fizike dhe ndalojmë tek dhuna psikologjike. Ju thatë që keni bërë kërkesën tuaj si baba, që ku është fëmia sepse ajo ishte larguar prej 3 ditësh, apo jo? 3 ditë. Tani, ku kishte vajtur ajo këto 3 ditë? Si ku ish bashortja nga shtëpia? Shtëpia në nëzvet. Pra ishte momenti kur ti the, zgjidh se unë nuk jetoj dot me nënën tënde? Po. O me mua, o me atë. Pa asnjë lloj debati. Dhe ajo zgjodhi të iki me nënën, të marri dhe djalin. Në këto 3 ditë nuk e pasur informacione për djalin me sa kuptoj. Po. Pikërisht. E kam një mund, ku duhet të zirë të plashkat, i kam vonë qelsin në ashensorit, thash në rëvon, me banin krah, ke qelsin në lektu poshtë. Jemi ndarë me marrëveshje, se s'kishe pjesë për vunë, asë i gjohë. Qartë. Pjesht nuk në të më muhabeti, ishim dakord që do ndaha. E qartë, me gjitha të pretendimi i asaj në bisedën tuaj në lokalu, nuk di si ka qënë, a u morën provat apo jo, fakti është që sot zonja e ka një urdhër mbrojtje 1 vjeçare, gjë që ka luajtur rol më pas. Po, e ka pas. Edhe unë i kam kërkuar që kur bojtëm atje në salë gjyqit, i kam kërkuar se vetë zonja tha që aty jam bjendi o me kamera, unë kam dëshmitarë, okej, e pas zotit gjyqtarë, unë jam dakord, që ose ka ambjenti normal që jam me kamera, mirë një edhe dëshmitarë të zonjës, hajde ta përlojnë që... A u plotësuan këto kërkesa, Zoti Erzen? Fare, nuk u plotësuan. Mjafton dëshmia që dha zonja dhe nëna, dhe gjithë shka për gjykatën ishte që ajo duhet të pajisej me urdhër mbrojtje. Mirë, Zoti Erzen, e ndërpresim se kemi kaluar pjesën e parë për dalë në publicitet dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë bashkë, publiciteti i parë dhe rikthehemi me njerë. Mbas hapësirës së parë publicitare rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Me zemër të hapur për ditën e sotme, po flasim për një çift
ku bashorti 34 vjeçar nga Belçi, zoti Erzen, po tregon anën e tij të historisë, ashtu siç e ka përjetuar ai jo vetëm martesën me ish bashorten, por njëkohësisht edhe problemet të cilat çifti ka shfaqur në momentin kur zoti Erzen i tha ish bashortes që bëjnë një zgjidhje o t'jetosh me mua, o me nënën tënde, sepse lam prindrit e mi për t'jetuar veç shtyre dhe tashmë është e pa mundur që në këto metra 4 ajo të përkujdeset për djalin, por t'jetoj pikërisht edhe me ne. Përplasjet me ish vjerën e quan çiftin drejt zgjidhjes që ish bashortja bëri për t'jetuar me nënën, por për t'marrë edhe djalin. Pas 3 ditësh largimi nga banesa, ai takohet me ish bashorte në një lokal, duke i thënë pse ka 3 ditë pa e takuar djalin dhe të marrë informacione për fëmijën e asaj kohë, sepse djali aktualisht është 8 vjeç, ndërkohë që zonja nuk ka shkuar vetë për të kërkuar urdhër mbrojtje dhe për të bërë një denoncim në polici, por ka shkuar nëna e saj duke thënë fillimisht që ka pasur një dhunë fizike dhe më pas është hedhur poshtë dhuna fizike për dalë tek ajo psikologjike dhe gjyqtari me sa duket ka vendosur dhe ka parë element të rëndësishëm për t'i dhënë urdhrin e mbrojtjes 1 vjeçar, por që zotëria thotë nuk u pasyruan asnjëherë me prova, as me kamerat e lokalit, as me dëshmitar dhe as me audiot e këtyre kamerave. Gjithsesi, ai ka shkuar në gjykatën e apelit në Durrës në atë kohë dhe 3 zonja të nderuara të paktën i kanë lejuar këtij babai takimet me të birin, por që ka qenë zonja që ka bërë pastaj edhe padin në gjykatë për zgjidhjen e martesës. Zoti Erzen, çfarë ndodhi e pajisur me urdhër mbrojtje, çfarë ndodhi në zgjidhjen e martesës? Sa zgjati divorci deri në përfundimin e gjykatës së apelit? 2 vjet. 2 vite. Për 2 vite. Çfarë vendosi gjykata e shkallës parë? Në seancën e parë të pajtimit nuk arritët të pajtoheshit, të gjenit mirëkuptim? Nuk ishim asnjë për të pajtuar. Po. Seancën e parë çdo gjë shkoi normal, duke pas përplasin deri në ditën që ma dha gjykata vetëm 1 ditë, domethënë familja çdo fundjavë për 1 ditë. Pra çdo javë ti do takoje djalin, po vetëm 1 ditë. Vetëm 1 ditë. Edhe unë thash, sikon që unë jam nga Belçi, vi në Elbasan. Ka të lënë 2 ditë, se unë kam kemë unë hapësirat ta bëj me fëmijën tim. Po bëj si ka sakrificë të vjen marrë çoj, i kam gjithë të mia. Nuk ka problem se ta bëj fëmijën. Po ma ta pagu të marrë dinet. Po. Edhe ata nuk e lanë, nuk lejun, unë e çova në apel. Në apel të thonë, e shërtoj gjyqtarët, po edhe tjetë të prezime e isë, e vendosin që po marrë çdo ditë, çdo fundjavë, nga premtja dhe të dielën. Nga e intja deri të dielën. Nga e premtja deri të dielën. Atëherë, zoti Erzen, është bërë një vlerësim psikologjik, besoj, të marrëdhënies tënde si baba me djalin, apo jo? Po. Në atë kohë djali ka qenë diku ke 5 vjeç, 6 vjeç? Me atë kohë, jo, ka qenë më i vogël. Ka qenë pak më i vogël. 4 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, diçka. 3-4 vjeç. Si e vlerësoni veten tuaj si baba, duke qenë se gjykata e apelit ka vlerësuar që ti ta marrësh të premten çdo javë dhe ta dërgosh ditën e diel? Çfarë marrëdhënie ke pasur në atë kohë me djalin para divorcit? Djali nuk donte të ikte asnjëherë. Nuk ikte në shtëpia ime. Në momentet që ai do ikte, reagonte bënte sa veprime shumë këqija që e çoi në politikë në pak fjalë, po do vi babi nesër do të marrë do ta pojnë këtu në qetas, se edhe ajo se lejon dhe shumë që ta takoja. Pra djali në një farë mënyrë ka pasur marrëdhënie shumë të mira në atë kohë me ty, gjë që ka ndryshuar 360 gradë sot. Po, ka ndryshuar, ta shpjegoj edhe këtë pjesë. Po. Duhet ta di gjithë publiku. Po. Zonja ikën në Greqi, unë kisha ditën për të marrë fëmijën. Dhe patëm bëj marrëveshje çdo fundjavë derisa dali vendimi i gjykatës, çdo fundjavë ka marrë shtunën ta kthej dielën. Po. Edhe atë ditë unë rasti isha në Elbasan, ja thashën ta marrin një telefon dhe them që ta marr sot, ta sjell nesër, se i lloj. Po. Për të kushtuar diçka. Po. Jemi realist. Nuk da marrësh fara këtë javë, kur të dali vendimi i gjykatës do vesh ta marrësh fëmijën. Po. Nuk ka shumë ti, a kena vendim gjykata që ti takon në vërtet fëmijën? S'ka marrë formë për. Ne kemi në apel.
Po s'deshe, aty që i momenti fundit, kjo ishte në Greqia, ato ditë. Po. Edhe fëmijën e kishte lënë me nonën e vet. Po. E marr vesh, i bëj edhe i kallëzim për braktisje të fëmijë, se normalisht ligji, në sa di unë, në avokati im, ligji thotë shumë, në momentin që ti je këtu, nona ikën jashtë shtetit duhet të udhëzohet ty. Po. Edhe i bëj kallëzim penal atje për braktisje të fëmijë, nga i moment, hyn lojë i zhvjera. Po. Veta për të marrë çunin e i hot fëmijës që do të rëmbej babi. Po. Në ai moment, e kajton. Në ai moment, e deri sot unë nuk kam pas në shifre të mirë me urrejtës. Edhe dje kur ishim që kishim një seancë për fëmijë, po. E pyeti të nderuara psikologe, ja tha kush është ky? Si i quajnë babin tatë? Nuk e ka jemi Erzan. Eri, po si e ka Eri, nuk ka më po si e ka gjatë? Eri, po shon ja. Po mami ka se ka në gjela. Po mirë ka mami të diga, po dje të më se kjo më ka bo kokën nuk më ka bojë. Edhe aty e këtë të se më dhije shumë kej, nuk bona atë lloj reagimi, më ngritë dola pak jashtë, në këtë hotel, nuk më dhije vetëm shumë. Mirë, në prani të psikologëve, djali ka thënë edhe gjëra të tjera të cilat do t'i diskutojmë vetëm pas pak së bashku, por nuk e kuptoj pse ndryshoi një të shtunë, si që thoni ju, pa përplasje, pa debate, kur çdo javë ti e merri djalin, të ndryshoj qëndrim ish bashortja juaj. Pse ka ndryshuar? Gjatë saj kohe ti ke dhënë detyrimin ushqimor zonjës pavarësisht? Ma ko po, dhe ma ko një idja. Po si e jepje? A mund t'a di pak nëpërmjet një llogarie bankare? Jo, unë edhe tani që unë dalë me i kërkova numrin e llogarisë nuk ma jipte. Unë numrin e llogarisë të gjeta në përmbarim që i kam paguar dëmoj. Zoti Erzen, po si ka mundësi që t'ja jepni dorazi? Sa lek ka vendosur gjykata? Nuk ishte dalë për erë vendimi gjykatës që kaq lek operacioni, edhe duhet t'ja japësh në këtë numër llogarie. Ky ishte problemi. Edhe me marrëveshje se normal ka shumë. Shiko, gjykata nuk ka nevojë të thotë numrin e llogarisë, por sasinë e parave që ti duhet të paguash në muaj. Sa ishte kjo vlerë? 100.000 lek. 100.000 lek. I ke paguar ti këto 100.000 lek? Për 2 vite rresht i kam paguar. 2 vite, po i ke dhënë dorazi? Për dorazi pa e ite se... Po shumë gabim. Shumë gabim, ajo ti ma onë sot. Nuk jam dakord në atë pjesë. Në qoftë se kjo nuk i njeh. Pra, unë i kam thonë shumë, që unë 5 milion lekë, që t'i gje sot për sot, nuk i gje do, se kemi bojë marrëveshje me psikologë. Po pse ke detyrime të prapambetura ti ndaj djalit, se tashmë është hapur dhe një padi për mosdhënien e mjeteve për jetesë. Po, 3 vjetë që qenë, domethënë, për juve që nuk ma jepte fëmijën, nuk i kam dhënë lekë. Po? Tani, kur mori formë për erë, i kam kërku, ka shumë do t'i japun lekët, por për momentin nuk i kam gjepa. Në rregull. Po sot ti je i paditur për mosdhënien e mjeteve për jetesë, rrezikon shumë. Jo, nuk rrezikojmë sepse ky gjyq që po bëhet dhe bëhet sot, ky më i pa bazë, sepse me ligji apo çop, pa mush 6 muaj, se ku do i gjej ky personi, unë s'do vija me gjep 5 milion lekë për çunit. Se ti nuk më hu mjetë 3 milion lekë, aj sa ke. Ti hu një du gjitha që në fillimi. Unë që dërmoni herë, pëse du? E po, i ke dhënë, por nuk i fakton dot, zoti Erzen. Shumë gabim. Jo, unë e kam thonë në ndërgjegje, nuk e kam thonë una që do ma herë është ti, po t'ja herë unë asaj. Po ja që do të ta hedhi. Po e i bja fëmis ti. Qartë, por ajo nuk t'i nje këto detyrime ty. Normal pra. Zoti Erzen, e rëndësishme është marrëdhënia jote me djalin, ti thua që gjykata ta ka vendosur çdo javë, çfarë do të thotë që je një baba dhe ke një atashim shumë të mirë me fëmijën tënd, me djalin tënd. Kur i ke shkëputur ti marrëdhëniet me djalin? Sa kohë ka pa i takuar djalin, kur ky i fundit refuzon të takoj ty? 3 vjetë që kur ka fillu, që kur ishte kjo që e praktisi, ky neti me nonën me gjyshe, edhe ka bëjtë unë ta marë. Po pse i quan braktisje ti? Se ti e pa dita atë, po u dënua ajo për këtë braktisje? Ti? Ne, nuk e vazhdu. Nuk e vazhdu? Jo, nuk e vazhdu. Po, sepse nuk funksionon shteti këtu, si që duhet. Unë jam dakord, por e ti drejtat
kam edhe detyrimet. Kur unë detyrimet po t'i boj, po ti pse si bën të drejta që më takojnë mu? Shiko, vërtet, ke të drejta, por ke edhe detyrime, por si shumë rastësi në këtë historinë tënde. Do me thonë, nga hiqi ajo kërkon një urdhër mbrojtje, nga hiqi ajo largohet nga shtëpia, nga hiqi ajo braktis fëmijën, thoni ju, sepse ajo është larguar jashtë në Greqi, por nuk e ka braktisur, e ka lënë me një kujdestar, pavarësisht se duhet kishte lajmëruar ty, absolutisht, por edhe ti nga hiqi të ndërpresësh akuzën për braktisjen e fëmijëve, dhe tani ajo nga asgjëja të akuzon ty për mosdhënien e mjeteve për jetesë, të gjitha këto unë besoj se nuk janë në rastësi, zoti Erzen. Këto nuk e di unë si kanë ndarë, por unë nuk sepse ligjin, me sa di unë, më thotë që në rast se zonja i iken, duhet t'ja çoj babi. Pa tjetër. Zoti Erzen, në qoftë se do t'i bëje një përmbledhje gjithë jetesës, gjithë divorcit, gjithë këtyre problemeve që ke pas divorcit, unë mendoj që kur ndahet një çift, përgjegjësia është 50-50, ndaj atyre të drejtave dhe detyrimeve që kanë dy ish-bashortët edhe prindrit e një fëmije. Ti vetë në gjithë të histori, a ke gabime, ke gabuar, ke bërë një përmbledhje të gjithë asaj, çfarë nuk ka shkuar? Nuk ka shkuar nga gabime që kam bërë. Po. Thjesht si jo e kam. Si edhe një herë të lutem? Thjesht se njoha këtë person. Po, ju keni qëndruar 4-5 vite të lidhur. Sa vite duhet për të njohur një person? Jo. Jo, çdo rop lind me ato mend që jo. Rrugës, po të hyri vetë janë qef, pasaj kalon një pas tjetër. Jo, unë mendoj që ajo nuk të ka dashur, ka kaluar thjesht eksperiencën e saj me ty dhe më pas nuk ka ndjerë asnjë lloj dashurie dhe përkushtimi ndaj teje dhe është divorcuar. Thjesht, do të themi diçka që doja ta marrë rezervë, po me qenë se ma kërkove e do ta më fare, kjo nuk ka vlezër. Edhe një herë të lutem se nuk dëgjoj. Mani me djanë? Po. Kjo nuk ka vlezër. Nuk ka vlezër, po. Nona kësaj, kjo Nel Shtazan, unë e marrë i heri vërtet, po pëse Nel Shtazan. Pastaj kur lindi qumni, që lindi qumë, më thot, ta marrë unë të adresin këtë fëmijë. Nuk ka se unë e kam po për qepin tim. Ti e re, po dërshë i ke bojë një fëmijë. Qartë. Edhe i gjë kjo që vazhdohë, që arrita unë divorc, a i fëmijë. Pra, është manipuluar nga nëna, është një fëmijë manipuluar nga prindi. Qartë. Ajo e donë të fëmijë së zbatë. E qartë. Mirë, në këto momente, po, më thuaj, Erzen, ta përfundoj që të flasin dhe zonja. Po. Kjo është arsyeja që arrit në divorc. Mirë, ti nuk doje ta thoje këtë gjë, por një vajzë ose një fëmijë si puna ish-bashortes tënde që manipulohet nga ana e nënës, është e vështirë pastaj të krijojë një familje, të lindi fëmijë dhe ta mbaj fort familjen. Me sa duket ti e ke bërë analizën, por në gjithë këtë më duket edhe ti s'ke luftuar fare, se ti thuash zgjidh midis meje dhe nënës, ku në një krah është burri dhe babai i fëmijës dhe në një krah është prindi që të ka sjellë në jetë, edhe ky kusht është një lloj gabimi, mendoj unë. Mendoj unë, gjithsesi mund ta kem gabim. Ku do arrishim? Jam dakord, mund të jem gabim me këtë pjesë, po ku do arrishim pastaj? Jo, më duket sikur nuk e luftuar fare, më duket sikur nuk e luftuar fare. Tuzinja. Jo për grindje. Ndam si njerëz, ti më punta dhe më puntim, unë s'kam gjë asnjë gjë me ata personalisht. Ajo vazhdon jetën e vet, unë vazhdoj jetën time. Lufta nuk bëhet vetëm me debate dhe me grindje, Erzen, këtë doja të thoja me diskutime që ajo të fillonte dhe të kuptonte që nuk mund të manipulohej nga nëna, nuk mund të jetonte me nënën, sidomos në një grasonjere, ose lat prindrit tuaj për të jetuar më vete dhe shumë mirë keni bërë, dhe nuk mund të merrni pastaj të jetoni edhe me një zonjë e cila pas ka qenë rreth moshës 45 vjeçe, në kulmin e jetës së saj mund të rifillonte jetën nga e para, por që edhe vajzat e tjera kanë zgjedhur të jetojnë me babain në Itali. Ajo e kishte një burr dhe burri prej 8 vitesh nuk i vinte, edhe kjo një problematik familjare më vete që duhet studiuar, por që nuk na takon ne në këtë emision. Do të më duhet të flas fillimisht me avokaten, me zonjën Sara Demrozi, të cilën e prezantova për atë që dëgjuam çfarë parashikon ligji, në çfarë kushtesh je ti, sepse më duhet të lidhem për qenë transparente edhe me ish-bashorten tënde, bën gati regjia telefonatën me zonjën. Po.
Faleminderit Evis. Në radhë të parë duhet të theksoj që zgjedhja e martesës nuk sjell ndërprerjen e përgjegjësisë prindërore, siç është në rastin konkret. Kështu që parimi themelor i çdo divorci, çdo zgjedhje martese është gjithmonë interesi më i lartë i fëmijës dhe gjithmonë në dispozitat e kodit të familjes mbahet gjithmonë në mendje, gjithmonë në parim interesi më i lartë i fëmijës. Duke qenë se ndodhemi në raste ku ish-bashkëshorti dhe ish-bashkëshortja kanë konflikte që në mendimin tim janë më shumë grindje personale që shkojnë dëmtojnë rast edhe her pas here fëmijën, më duket një përpjekje, në rastin konkret përpjekje të nënës për të shmangur edhe për të larguar babain duke i mbi ngarkuar një përgjegjësi penale që nuk e ka në rastin konkret, sepse për sa i përket nenit 125 që është mosdhënia e mjeteve për jetesë, e cila është një kundërvajtje penale për të cilën mund të dëmnohesh me gjob. Alo, përshëndetje, kërkoj ndjes Sara. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24, të kërkoj ndjes për shqetësimin, por ditën e sotme në këtë studio kam zotin Erzen, ish-bashkëshortin tuaj, babain e djalit 8 vjeç, i cili ka treguar disa problematika që ka me ju, zonjë. Po. Fillimisht ju keni kërkuar një urdhër mbrojtje që ai thotë është as pak e vërteta se kam dhunuar psikologjikisht dhe aq më pak fizikisht, ndërkohë që kam probleme të tjera në lidhje me djalin, që nuk e takoj nga momenti që ju keni shkuar në Greqi dhe keni lënë me nënën tuaj pa e njoftuar, e deri tek detyrimet ushqimore që ai ka dhënë, por që ju nuk ja njihni se i ka dhënë dorazi në mirëbesimin tuaj. Kush është e vërteta, zonjë? Atëherë, ta marrë të në tara, duke lidhur me të herën. Kam qenë në vendimit, kam qenë edhe në vendimit. Po? E gjenezisi, psikologjikisht, sikurse dhe më ka të në mes dërësi, në poshtë kësani, se jam dhe në punë tani me sërë mund të qasë, po gjithësisë. Hajtë të në kohën dhe po e shpjegoj. Unë sot duhet jem në gjyq me zotin Erzen Dervishi për pjesën e pensionit pushimor, ai nuk ka paguar asnjë lek. Vetëm kur kam bërë të përmbarimi, domethënë ekzekutimin e vendimit, ka dhënë 1.000 lekë të reja, edhe kaq ka bërë. Gjithsesi, unë nuk kam dashur ta publike si gjë për shkak se djali im është një moshë 8 vjeç dhe nuk duhet që nesër pas nesër aty shokët e vet ta bullizojnë apo dion t'ja përmendin si gjë, por realisht edhe më duhet të flas në një emision dhe të them të gjithë të vërtetën time. Gjithsesi, babai pse nuk e takon djalin kur ky i fundit thotë që nuk mund ta takoj babain tim në prani të psikologëve. Çfarë ka ndryshuar, sepse Erzeni thotë që kanë pasur një marrëdhënie shumë të mirë, çfarë duket edhe nga vendimi i gjykatës, se ai e merr çdo javë fëmijën nga vlerësimi psikologjik. Çfarë ka ndryshuar? Atëherë, Erzeni ka një problem, përveç faktit që është shumë impulsiv, ka dhe punë arrogancë. Gjyqi djalin e ka friksuar dhe ai nuk do të takojë djalin. Kam punuar shumë të pjesë që ta bind të shkoj fëmia ta takoj, deri që ka arritur deri te takimi, për tik me teatrin në shpinën tim nuk ka dash tiki. Deri këtu, unë vetë kam bërë punën time si nën, vetëm që fëmijës tim mos i mungoj prania e teatrit. Është e vërtetë që ju e keni lënë me nënën tuaj dhe jeni larguar drejt Greqisë në një farë mënyre duke e braktisur djalin, sipas Erzenit, ë? Jo. Unë kam ik, vetëm 3 ditë dhe jam kthyer. Erzen Dervishi ka qenë shumë mirë në dijenin të kësaj gjëje, por ai përfitoi nga fakti që unë nika dhe bëri një denoncim, sikur unë e braktisa djalin. Ndërkohë ka qenë një udhtim 3 ditor, vajtje ardhi i vërtetuar, po ashtu edhe në prokurori ka shku çështja të kësaj kohe. Por që nuk ka lidhje fare kjo me djalin. Ai thjesht e ka pasi luftë dhe kaq. Unë besoj dhe jam për të dindur që nuk është fare qëllimi të marrë djalin. Thjesht ka frikë se nuk do të paguaj atë pensionin ushqimor, mendon që do ja ha unë. Me 10.000 lekë të reja, motor dashur, sot nuk mund bëj dot asnjë gjë. Kështu që Erzen Dervishi mos i tremet fare, nëse nuk do t'i paguaj ato 10.000 lekë të reja, siç e ka bërë deri sot, atëherë le ta thotë. Si u ka dhënë asnjë lek dorazi jo nëpërmjet një llogarie bankare? Absolutisht jo. Zero janë në dieni, ka mesazhe të shkruara dhe nga avokati i tij. Qartë. Megjithatë, vajtja jote 3 ditore në Greqi ka bërë dhe thyrjen midis babait edhe djalit 8 vjeçar, thot ai. Është nëna juaj që ka manipuluar djalin. Jo, absolutisht jo fare. Okej. Mirë, a mund ta dim arsyeën e divorcit tuaj, sepse zotria thot na hyri vjerra në mes. Jo me motor kanë qenë drejtët e tij. Ai pinte, luante, mastronte, gjë e cila
deri në një farë pike u bë pa tolerueshme ti si burr shtëpie, nuk mund të vish në orën 2 të natës, të përplasesh atë teket ty, të trembësh që fëmijë të vogël, të trembësh dhe një grua aty shtëpi, femrat edhe tremben. Shiko, ju i keni jetuar bashkë me nënën tuaj, keni lënë prindrit e Erzenit dhe keni jetuar me nënën tuaj? Po, nuk i kemi lënë ne, prindrit e Erzenit vendosin që ta ndajnë Erzenit, sepse Erzeni bëri një gabim shumë të madh kundër Jatit. Dhe Jati vendosi ta ndajë. Mirë, të gjitha këto vese të Erzenit, ju e keni ditur se njoja juaj ka qenë 4-5 vjeçare, me sa di unë. Po, duhet më pikë përgatit para për të emision, sepse si që ta sham në punë dhe nuk ma do të kohën ta ma. E qartë. Mirë, e dashur, ne do kemi një mundësi të komunikojmë bashkë dhe të kesh gjithë emisionin për veten tënde. Të falenderoj që ju përgjigje telefonatës time, ndjej se jete në orar pune. Kalojmë në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi pastaj me mendimin e ekspertëve tona, duke qenë se dëgjuam të dyja palët. Publicitet. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, në fundin e pjesës së dytë kemi pasur mundësi të kishim komunikim edhe me ish-bashorten e zotit Erzen. Ajo dha versionin e saj, përafërsisht të njëjtin version si zoti Erzen. Megjithatë, zoti Erzen, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Besoj se ish-bashortja juaj e dha versionin e saj, ajo kërkon një tjetër emision, të thotë gjithçka me imtësi. Në një farë mënyrë ti e ke parë nga këndvështrimi yt ajo nga i veti, rrugtimin tuaj të martesës po thuaj se e keni njësoj, ti thua që nuk ka ushtruar dhunë psikologjike dhe as fizika, ajo foli për disa vese të tua, të cilat po ti kishte vërtetuar në gjykat, besoj se gjykata do kishte vënë disa sanksione për ju në momentin e takimit me babain. Gjithsesi, duhet respektuar edhe mendimi i zonjës. Sara, të kërkoj ndjesë sepse ndërpreva. Nuk jam dakord se nuk mund të paranoj, më kush mua pinte, vinte në orën 2. Nuk vjen në orën 2. Mirë. Mirë. Punën e gjithë. Gjithsesi, ai është këndvështrimi i saj. Atëherë, duke edhe për temperamentin tuaj në lidhje me djalin, do ta diskutoj pas pak me psikologen. Sara, të kërkoj edhe një herë ndjesën ndërpreva. S'ka problem. Komentin tënd. Gjithsesi, unë nuk arrita ta dëgjoj shumë mirë për shkak të audios në studio versionin e nënës, po me fragmentet që kapa ishte problemi sjelljes së ish-bashkëshortit për sa i përket hyrjes e punës e të tjera. Normalisht që këto mbetën në vlerësimin e tyre, sepse shkakun e ndarjes e din qifti dhe ne pak na intereson, ne siç po thoja pak më parë, interesi më i lartë mbetet gjithmonë fëmia. Duke qenë se fëmia në këtë rast po rritet pa babain, pa prezencën e tij, se për shkak të një pengimi të takimeve nga ana e nënës dhe nëna ka pretendime për mospagesat e detyrimeve ushqimore, siç e thash pak më parë, për të cilën ndodhen përsëri në gjykat, pra për mosdhënien e mjeteve për jetesë, e cila është kundërvajtje penale dhe mund të dënohet nga me gjob ose deri 2 vite burgim. Tani duhet me parë në dokumentacionin e plot, në qoftë se gjatë gjykimit është dhënë një vendim i ndërmjetëm për të cilët edhe gjatë gjykimit ky duhet të pagunte detyrimet derisa të u mbyllte procesi i zgjedhjes së martesës, në qoftë se ekziston kjo letër apo jo, e cila do ta ndihmojë në procesin në të cilin ndodhet tani. Në qoftë se ekziston. Duket se foli Erzeni, por nuk e dëgjuam. Ju lutem regjia, lëni audion hapur të zotit Erzen kur komenton avokatja. Erzen, çfarë the të lutem se nuk e dëgjuam? Po, nuk ekziston. Nuk ekziston një mas. Nuk ekziston. Edhe kjo pikërisht, duke qenë se nuk ekziston, atëherë pretendimi për të shlyer të gjithë shumën gjatë 3 viteve të divorcit në një herë, pa e ndarë në pagesa të pjesshme, nuk është një gjë që i përket nënës, po është diçka që i përket përmbarimit, e cila do të ndihmojë të ndaj pagesat aq sa janë. Po pse gjykata nuk e vendos të paktën takim të përkohshëm dhe dhënie të pensionit të përkohshëm derisa të marrë një formë të prerë? Varet nga gjykata, varet nga vlerësimi, patjetër. Me shumë të drejtë Erzeni thotë ku do t'i gjej unë. Kështu bashkarisht si dëgjoj, Evis, atëherë deri tani mund të bëhen pagesa të pjesshme, tani që është ndarë, nuk është se duhet ta shlyej me se s'bën të gjithën shumën
me njëherë, sepse normalisht që rëndon goxha të xhepi. Ato pagimet, detyrimet që janë caktuar muaj për muaj, e cilët tha janë 100.000 lekë të vjetra, 10.000 lekë të reja, ato do të vazhdoj të t'i shlyej. Ndërsa për sa i përket 3 viteve përgjatë divorcit, të ndahen me pagesa të pjesshme, edhe të paguhen me njoftimin e përmbarimit, me këste, dhe të paguhen me vendimin e përmbarimit. Nuk kërkon 3 vjetë, kërkon 5 vjetë. I do që në fillimi, edhe ato që i kam vonë, nuk do vetëm ato 3 vjetë. Po kjo ja pra ky ishte Arzen, ky ishte gabimi juaj, ja u thash. Elementi i kundërvajtjes penale është mosdhënia e mjeteve për jetesë është dashja. Këtu nuk kemi dashje, po kemi një pengesë përgjatë procesit gjyqësor i cili ka qenë i papërfunduar. Tani që vendimi ka marrë formën e prerë, normalisht që do të ndahen pagesat për ai sa janë. Mua më duket më shumë një përpjekje nga ana e nënës për me marrë lekët me njëherë, se sa për me dash me zgjidh vërtet çfarë ka ndodhur në Shiko, nëse zonja është kështu sipas këndvështrimit tënd, atëherë le dalim edhe te takimet e fëmijës me babain, se zonja ka bërë përpjekjen time si nën, nuk kam çfarë t'i bëj fëmijës. Fatkeqësisht nuk ka lidhje me dëshirën e fëmijës. Jo, nuk ka lidhje me dëshirën e fëmijës, sepse ajo duhet të përmbushë vendimin e gjykatës. Nuk mund të bëj një vlerësim të pavarur. Në qoftë se ka pretendime për vullnetin e fëmijës, atëherë duhet i drejtohet përsëri gjykatës me rivlerësuar për sa i përket përgjegjësisë prindërore, dhe në qoftë se zoti Arsen është i aftë apo jo. Pra, të i drejtohet përsëri gjykatës me dash me heq përgjegjësinë prindërore, por nuk mund të marrë iniciativën, ashtu siç edhe zoti Erzen nuk mund të marrë iniciativën për mos me paguar. Pra, është një vendim. Vendimi është ajo që do t'i drejtojë të dyja palët se si të sillen pas zgjidhjes së martesës. Edhe një herë, ky vendim i njeh shlyerjen me këste të parave, por jo, nuk janë një vendim, atëherë më dëgjoj më vëmendje. Jo, nuk janë një vetëm një vendim dhe pastaj çohet në përmbarim. Patjetër, për ekzekutimin, eksakt. Të po thoja, Sara, të kuptova shumë mirë se kam kaq vite, por nuk mund ta interpretoj unë, sepse jam drejtuese e emisionit. Por gjithsesi, kur s'kemi avokat të ftuar në studio, mund të marr përsipër dhe interpretimin me anë të një psikologe. Të kuptova shumë mirë. Ky vendim i marr do shkojë në përmbarim dhe është përmbarimi që e njeh detyrimin dhe shlyerjen me këste. Ekzekuton vendimin. Ekzekuton, po pra, vendimin e gjykatës me këste. Çështja është tek Erzeni, ajo thotë që unë 3 vite kam pa paguar, se 2 vite kam paguar, po si do t'i vërtetoj unë, se zonja kërkon 5 vite në total. Atëherë, pagesa kesh nuk është e palishme, përse. Po duhet të është gjurmë. Nuk këshillohet fiks për këtë arsye, sepse është vështirë për ta provuar. Edhe prandaj që për çdo pagesë doja sugjeroj edhe publikut në shtëpi që ndodhet në të njëjtën pozitë dhe nuk ka marrëdhënie të mira me ish bashkëshortin, pagesa me këste edhe pagesa kesh të bëhet me anë të një mandati, me anë të një vërtetimi, me anë të një mjeti që vërteton që ti e ke kryer pagesën fiks për të shmangur mosmarrveshjet nesër pas nesër. Megjithatë, ti thua që zonja duhet të përmbushë dhe ajo detyrimin e saj që djalit të takohet çdo javë me babain. Në qoftë se gjykata i ka lënë ditën e premte, ditën e shtunë dhe ditën e diele në praninë të babait, nuk mund të marrë vendime të pavarura. A mund të dalë një prind mbi dëshirën e një fëmie? Prindri nuk mund të ndali mbi dëshirën e gjykatës, mbi vendimin e gjykatës. Pastaj, në qoftë se ka ndodhur diçka, edhe interesi më i lartë i fëmijës, i cili është gjithmonë interesi parsor, atëherë ti drejtohet gjykatës, ti drejtohet prokurorisë, ti drejtohet organeve kompetente, pa marrë iniciativë nga ana e vetë, pra. Kishte një lloj pretendimi zonja që sjelljet e Erzenit e bëjnë djalin të ketë frikë ndaj babait. Unë këtë nuk i njohim asnjërin dhe as tjetrin, nuk e dim cila është e vërteta. Zonja duhet ta vërtetojë. Mbase është Erzeni fajtor, mbase është zonja Angela fajtore, unë nuk i njoh personalisht, unë thjesht shoh dokumentacione dhe një vendim gjyqësor që Po edhe për këtë do flasi gjykata. Po patjetër. Okej. Edhe për këtë do flasi gjykata, të presim deri në përfundim. Në qoftë se kanë objekt gjykimi, përsa i përket mos dhënies e mjeteve për jetesë, nuk besoj, po gjithsesi do të vlerësohet. Ajo ka gjithë të drejtën e botës me ngrej pretendime gjyqësore për sëri. Zoti Erzen, gjithashtu edhe zoti Erzen. Ky proces për mosdhënien e mjeteve për jetesë që ka hapur zonja, ti dhe mbrojtja jote, avokati yt, keni kërkuar që zonja bëhet pengesë për takimin tënd me djalin? Ne kemi kërku, edhe në gjykatë na shkon që sot kemi për këtë pjesë, nuk kemi për... Nuk është objekt i gjykimit.
E qartë. Mirë, e qartë, gjithsesi, mund ta? Po, si që thash, nuk është objekt i gjykimit. Duke qenë se nuk është objekt i gjykimit, kë duhet të drejtohet gjykatës me një kërkesë të re. Drejtohet Erzeni? Po, Erzeni, patjetër, për takimet. Okej. Ose për mbarimit për ekzekutimin e detyrueshëm. Qartë. Nga kaq sa dëgjove nga të dy prindrit, kemi një fokus të ndim psikologjik çfarë po ndodh me këtë 8 vjeçar? Shpesh, sepse është bërë në Shqipëri është bërë shumë problem çështja e pagesës nga ana e baballarëve në raport me pagesën. Po. Shpjegoi Erzeni që në një moment zemrimi të sjelljes së nënës shkëput nevojën financiare. Po. Unë dua t'i bëj një pyetje. Po. Pra, si mendon që ka jetuar fëmia në këto 3 vite? Pra, ku i gjen nëna të ardhur? Sepse aspekti financiar nuk mund të lidhet sa i zemruar jeti me nënën. Sepse nëse flasim... Pra në këto 3 vite, e ke bërë pyetje vetes si ka jetuar fëmia yt? A i ke bërë pyetje vetes si ka jetuar ky fëmijë? Pa këtë lloj pagese. Sepse ti ke një zemrim tënd ndaj nënës. Unë fëmia im është fëmia im, o gjaku im. Nuk zemron kur me ajo fëmia im. Por, ku t'ja ipja? Këto, i arrogancë e paparë, ti vjen telefon tani dhe... Arroganca është pra sjellje që mban ti qëndrim ndaj nënës. Me pak fjalë, çfarë flas më shumë? Nuk kemi kontakt, edhe nëse unë doja ipja ato lek, që ka marrë ato parë, kjo prapë nuk do më Pra, 2 vite ja ka dhënë Dorazi, duke qenë se ka një arrogancë dhe një stopim të takimeve të babait me djalin këto 3 vite, kujt ja ipja thoshte? Numër llogarie nuk po jepte. E ka lënë fëmijën, si thuash, në mëshirë të nënës. Sepse aspekti financiar... Derë në hap ke baba, unë i kam thonë, nëse s'ke mundësi me majtë, okej, hajde se e maj unë. Nuk pranoj si lloj negociate, unë kam dash t'i bëj takzoja me qenë me përten e jemi ndarë. A jeni ju impulsiv? Jeni impulsiv, si shpet zonja? Jeni impulsiv? Nuk e di kujt ja kam impulsiv, unë kam emocione. Në rast se kam edhe dje kur ishim aty për takimit qaj, kur reagon fëmia shumë keq, nuk e përjetoj dot. Pra, jam njëri me emocione, që edhe nervozohem, edhe qaj përballë fëmijës tim, i kam të gjitha llojet e emocioneve dhe kjo është e kuptueshme. Pikërisht, pra, për të kuptuar sepse po ta shohim në të tilla situata, pra në kaq vite që studiojmë mënyrën se si rrëfejnë të dyja palët, gjithmonë shohin këndvështrimin e tyre dhe asnjëherë nuk shohin këndvështrimin e bashortes. Ajo cilësoi disa elemente të cilat mund të jenë bërë edhe arsye që të mos vazhdojmë martesa. Vështirësia e ndarjes ndodh sepse ajo vjen në një moment kur marrëdhënia është problematike, kur marrëdhënia nuk shkon dot më. Dhe pikërisht, vërtet zotëria tha që ne u ndam me mirëkuptim, por aty ka patur sjellje të mbledhura, qoftë edhe nga zonjat të cilat zotëria ndoshta si ka marrë në konsiderat. Po shfaqen këto sjellje tani se unë ja bëra pyetjen dhe zonjës, të rish 4-5 vite në një lidhje, në një marrëdhënie, të kesh ditur veset e partnerit tënd dhe ta zgjedhësh atë si bashor dhe si baban e fëmijës, nuk mundet që të nesërmen ti të nxjerrësh pretendime të tilla mbas bashkëtesës që unë nuk i toleroj dot më. Kur ti ke pasur 4-5 vite në dispozicion. Shohim që marrëdhënia ka lindur 19 dhe 23 vjeç, janë bërë prindër 22 dhe 26, po. Po. Por neve marrim dosin e gjykatës. Se në gjykat ka thonë tjera gjëra, tani dojnë... Mirë, ne bazohemi te këto që ka thënë këtu, Erzen, të lutem. Momentin divorcit, mos marrëveshjet, e kemi aty të shkruar. Mos marrëveshjet, po. Mos marrëveshjet, nuk shkon. Megjithatë, të lësh prindrit, të dalësh më vete, të jetosh, dhe të të vi nëna jote. Më shumë 45 vjeç. Dhe zonja specifikoi që për shkak të një sjellje babais të thuash e ndau. Pra është pa një rrëfim ndryshe i historisë. Po pra, se nuk ka jetuar vetëm me gruan dhe me djalin, ka jetuar edhe me nënën e gruas. Dhe ai tregoi debatet që ka pasur me vjerrën. Në rrëfimet që kemi dëgjuar, shohim që gjithsecili pra tregon këndvështrimin ose aty ku i ka mbetur zemrimi ose ashtu si e ka parë marrëdhënien. Qartë.
E rëndësishme është nëse ndarja ka nevojë të rishihet, duhet të rishihet jo me zemrim, sepse dëmton fëmijën. Pra, në të dyja krahët, edhe nëna ja mohon, po themi babait, prezencën po themi e fëmijës, edhe ky është një veprim zemërues si nënës. Pa të dy, njëri bën një veprim zemërues dhe heq aspekt ekonomik, nëna për shkak të këtij zemrimi i heq babait fëmijën. Dhe prap kjo bie, ndryshe nga Sara, ti po mendon që ka shumë rëndësi ashtu si dhe unë, edhe pjesa e arsyes pse divorcohen, sepse Sara tha që nuk na intereson tani arsyeja e analizën ligjore, po pra po, të kuptova Sara. Ndryshe mendoj unë dhe Eksena sepse, po patjetër, absolutisht jam dakord, nuk na interesojnë tek interpretimi yt ligjor, por që po shkojmë drejt proceseve të tjera ligjore është pikërisht ajo arsyeja atij nati që nuk ka kaluar ende, sepse mendoj unë, të paktën nga eksperienca që kam në këtë studio me shumë familje të divorcuara, që është shumë fiktive ajo seanca e parë e pajtimit. Pra nuk i hyet në themel që për çfarë po divorcohen. Mjafton zemrata, nuk i kemi dhënë asnjë njëri tjetrit të mendojmë sepse po jetojmë veç e veç. Gjë që shtetet e huaja i lejojnë 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, për të reflektuar çiftin mbi gabimet që ka bërë. Dhe unë prandaj thash që ndahet 50 me 50 përgjegjësia për divorcin e një çifti. Gjykata është lodhur nga divorce dhe trajton njeriu në mënyrë të ftohtë dhe mekanike, dhe pikërisht kjo është arsye që procese që vazhdojnë në kuadrin ligjor, që lidhen me sjelljen njerëzore, gjithmonë krijojnë një lloj kontradikte, se i jep urdhër mbrojtje, ndërkohë ai duhet ta shohë fëmijën e çon nëna, dhe ky është një lloj kontradikte ose është një provat për urdhrin e mbrojtjes duhet ishin hapur, se nëse zotria thotë që unë urdhri i mbrojtjes jepet automatikisht. Për ta bindur edhe zotrin, pra që mënyra se si ti e ke pyetur, quhet qoftë edhe tonaliteti i zërit pak më lart, quhet dhunë psikologjike, por gjykata nuk e ka vërtetuar këtij babai, i cili me shumë të drejtë ka pretendime sot. Nuk u hapën provat, thot, nuk u hapën kamerat, nuk u shqyrtuan këto prova. Pra do të thotë që pra procesi i kuptueshmërisë, që të dyja palët të kuptojnë që kjo martesë merr fund një herë mirë sepse ka shumë faktorë të cilët nuk qëndrojnë më në martesë, apo trajtohet në mënyrë të tillë që çifti të reflektojë se kanë qenë relativisht shumë të po pra, edhe kjo nuk shkon, që të shkosh në polici dhe më pas në gjykat për urdhër mbrojtje të thuash kam dhunë fizike, dhe kur e sheh që përballë dhunës fizike nuk ke asnjë element të mbrojtjes dhe të dalim tek dhuna psikologjike, kjo është e pafalshme pastaj. Si? Në kallëzim ka vajtur vjera, nuk ka vajtur Po, dhe kështu që akoma është akoma më rëndë. Po, ne do t'ja lëmë zonjës Angela të telefonojë dhe mund të jetë kallëzim i rënd pastaj, gjithsesi janë gjëra tjera. Është dhe vërtet që sigurisht pra në studimet të natyrave të ndryshme që fëmijët të cilët rriten në vështirësi në raport me prindërinë të cilët kanë patur, sigurisht që prania e nënave apo edhe baballarëve, pra mos shkëputja e prindërve, ndërhyrja e tyre në zgjidhjen e shumë vështirësive ose në një martesë tjetër, në një marrëdhënie tjetër, sigurisht që kjo është parë që sjell pamundësinë e vajzës për të zgjedhur. A kemi ne sot fëmijë të manipuluar nga prindrit edhe kur krijojnë jetët e tyre? Pa diskutim, pra çfarë do të sjell manipulimi prindëror? Pra ti vendos që të mos bësh një sjellje që është një interes, pa të mos paguash, sepse nuk ke kujt ja japësh, dhe të të mos shqetësoj fakti që do t'ja japësh dikujt, sepse nëse ti nuk ja jep, fëmia yt nuk ushehet. Tek raporti i vjerrës me vajzën. Për ta parë të dyja këndvështrimet, pra për të thënë sensin e manipulimit. Pra nëse ti ke një lloj qëndrimi dhe ja heq fëmijës një të drejtë, aspektin financiar që është shumë i rëndësishëm. Nëna e cila me zemrimin e saj sepse është bërë blokad, edhe fëmija nuk ta jap, edhe në telefon nuk të marrë, edhe numër llogarie nuk kam në dispozicionit. Besoj nëse ka një sjellje dhe dëshirë dhe një qëllim pozitiv, sidomos ndaj fëmijës, sigurisht që... Po dalim tek ai motivi, që nuk kalohen këto inate. Pikërisht, dhe prandaj ndarja, duke qenë se vjen në momentin kur marrëdhënia është në kulmin e zemrimit, e urrejtjes, edhe shumë emocioneve negative, bën që fëmia më pas të vuaj atë çfarë ju that, manipulimin, zemrimin, inatin e prindërit, sepse edhe heqja e të drejtës për të mos parë babain, apo
krijimi i një mendimi që ndoshta s'është i vërtet, sepse gjithsesi është e rëndësishme që fëmia të mos krijojë asnjë lloj urrëtie për asnjë nga prindrit. Megjithatë, unë thashë edhe një herë tek raporti i nënës me vajzën, tek vjera me ish bashorten e zotit Erzen, një histori familjare të cilën unë nuk e di a do ta preki zonja vet kur të jetë pjesë emisionit Me zemër të hapur, sepse dy vajza të cilat kanë qëndruar, dy motrat e zonjës dhe shkojnë jetojnë me babain, baba 8 vite pa komunikuar fare, nuk e di a e ka manipuluar do të zonja vajzën e saj deri në shkatrimin e kësaj martese. Të gjitha këto janë pikë pyetje, të cilat do të marrin përgjigje vetëm kur të jetë zonja në këtë studio. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio. Zoti Erzen, jemi në fund. Çfarë do t'i thuash djalit tënd nga studio e emisionit Me zemër të hapur? Djalit do të them që babi nuk do të rrihet kurrë derisa të arrijë të takojë me ty. Po pse djali të ka frikë sipas zonjës? Më përpara tregohesh gogoli, e kam bë babin gogol. Po që ti si e gogol, si mund t'ja shprehësh dashurinë djalit, të lutem? Le ta ketë ai një kujtim këtë, daljen tënde sot në emision. I kam thonë, babi nuk do të le kurrë, ti je zemra babit, për ty do bësh çdo gjë, derisa jemi bashkë. Dhe të bësh çdo gjë për fëmijën, le ta fillosh duke paguar me këste detyrimin ushqimor dhe le t'i mbetet ish zonjës, pastaj takimet e tuaja me djalin. Zoti Erzen, ti do jesh në dispozicionin ton kur zonja të jetë pjesë e këtij emisioni, qendra kryesore e temës së asaj dite, ndërkohë që për disa paqartësi dhe një përballje më të detajuar do të kërkojmë edhe futjen tënde në emision. Të falenderoj që ishe ditën e sotme në transmetim. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.